Ky prezantim i denjë zgjon admirim tek përfaqësuesit diplomat në Zvicër, të cilët jo vetëm integrohen nga pasuria kulturore kombëtare, por ndihen krenar për mënyrën dinjitoze se si ajo përfaqësohet në skenën ndërkombëtare. Dhe tashmë pas 500 e disa vitesh, shkon në Arbëri dhe gjen gjuhën shqipe të gjallë, gjen kostumografinë atje, dhe patjetër, sot ne kemi pak sa më të thjeshtë për ta mbajtur gjallë të lloj fryme, sepse kemi aksesim më të mirë, kemi komunikim më të mirë, dhe vetëm duhet dëshira dhe patjetër duhet pak financë. Dhe në rastin tënd është përgëzuar sepse gjithçka e ke bërë me lekun e xhepit. Dhe dua të shkoj te ajo që prandaj po e bëj të ndërlidhur gjithë të fjalën time, për të shkuar te ajo çka të vidi më shumë vërtetësi, Leshi, që tha ne duhet të kemi qendër kulturore. Në fakt Shqipëria i ka dy qendra kulturore, por fatkeqësisht jo këtu në Zvicër. Njëra është në Paris, kemi edhe në Amerikë. Dhe gjithçka është bërë nëpërmjet komunitetit, diasporës tonë që jeton. Pra gjithmonë ka njerëz që kanë shumë të lidhur pjesën e zemrës me rënjën, me historinë, pra me Shqipërinë, edhe ja bërë gjithë bashkë, kanë përqafuar ide dhe i kanë bërë dy qendra kulturore. Por kjo nuk do të thotë që ne si institucione nuk do ta bëjmë të gjë. Kështu që marrës fondo nga Samiti Diasporës kemi bërë pak më parë në Shqipëri. Një nga pikat kryesore që është lënë si detyrë për të gjitha ambasadat, po edhe atje ku nuk kemi ambasada, po kemi prezencë shqiptare, pse jo të shikojmë mundësi të bashkëpunojmë edhe me institucionet vendase, pra rastin konkret në Zvicër, që të mundsojmë ndërtimin e një qendre kulturore apo mund ta quajmë edhe shtëpia shqiptare.